Erion Velia i fituesi 3 mandateve në siklën e Partisë Socialiste si kryebashkiak i Tiranës me një vendim të qeverisë Rama 4 është shkarkuar nga detyra. Ora 12 e kësaj të enjteje i gjeti ministrat një nga një duke ngjitur shkallët e godinës së Këshillit të Ministrave. Atje janë bashkuar kryeministrit Edi Rama, i cili mësohet se ka drejtuar mbledhjen e qeverisë për të marrë një vendim jo fort të lehtë, por të sqaruar prej tij me argumentin se Tirana nuk mund të vazhdojë të jetë si një trup pa kokë. Burime nga mbledhja e qeverisë treguan se është miratuar projekt vendimi i shkarkimit të Erion Veliajt pas propozimit nga Këshilli Bashkiak. Vendimi i miratuar sot nga Këshilli i Ministrave i shkon presidentit të Republikës Bajram Begaj, i cili do të duhet të dekretojë zgjedhjet e pjesshme të parakohshme në Tiranë. Në kushtet kur jemi përpara një shkarkimi të një kryebashkiaku nga qeveria, ligji i jep të drejtën e ankimimit në gjykatë kushtetuese brenda 15 ditësh nga shpallja e vendimit. Me të gjitha gjasat, presidenti Bajram Begaj do të pres 15 ditë për të parë nëse Erion Veliaj përmes avokatëve do të apelojë në kushtetuese. Vetë avokatët e Veliajt publikisht kanë paralajmëruar apelimin dhe kanë qenë në pritje të vendimit të qeverisë.